Të gjithë ju të shenjës së ujorit, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për ujorin. Këtë javë po nisim me një situatë ku mendja juaj është duke krijuar skenar që nuk janë domosdoshmërisht të vërtet. Mund të jesh duke e interpretuar gabim sjelljen e dikujt, menduar më keq se realiteti, ose imagjinuar probleme që nuk janë ende probleme. Nga kjo letër mund të marrësh këtë mesazh: mos i beso çdo mendimi. Verifiko, pastaj reago. Faktet janë më të rëndësishme se sa supozimet të dashur ujor. Çfarë të duhet? Të duhet pra hapi i afërt, jo i gjithë plani absolutisht, hap pas hapi. Kjo letër të thotë mos u përpiq të kontrollosh gjithë javën, vetëm ditën sot. Dhe këtu qëndron suksesi. Gjithmonë mendojmë për të ardhmen dhe afagjate, po, ka gjëra që duhet të mendojmë në atë mënyrë, por në përgjithësi të mendojmë sot, nga që sot çfarë bëjmë ndikon në të nesërmen. Në vend që të mendosh në shumë drejtime, shiko çfarë mund të bësh tani, jo çfarë mund të ndodhë nesër. Kjo energji ul ankthim dhe rrit të qartësinë. Pengesat që janë në rrugtimin tënd, mendja e lodhur, analizë tepërt. Shikoj kokën apo fytyrën tënde. Këtu pra është thelbi i javës. Ti po mendon më shumë se sa je duke vepruar. Dhe kjo çfarë sjell? Lodhje, paqartësi, humbje motivimi, shtyrje të detyrave, mosveprim dhe kështu me radhë. Praktikisht kjo letër të fton të heqësh nga listat e gjata, vendos vetëm 3 detyra kryesore në ditë. Shmang mbi ngarkimin me përgjegjësitë që së takojnë. Unë thash 3, mund të jenë 2, mund të jenë 1. Por që jo aq shumë të ngarkuar. Dhe rezultati të dashur ujor dhe rikthimi i kontrollit, jo mbajtje me zor, është kontrolli. Do ta rifitosh absolutisht kontrollin jo duke i detyruar gjërat, por duke qenë i qartë dhe i strukturuar. Dallimi është ky: kontroll nga frika apo kontroll nga qartësia. Kontroll nga qartësia. Kjo javë të mëson më pak përpjekje, më shumë fokus, që do të thotë më shumë rezultate. Nëse ky lexim i juaj të dashur ujor ka të bëjë me punë dhe para, mos vepro impulsivisht. Vendimet duhet të bazohen tek faktet. Një çështje pune bëhet më e qartë në fund të javës. Nëse ka të bëjë në dashuri, në lidhje, nëse jeni, komunikimi i qartë shmang gjithmonë keq kuptimet. E thash në disa raste dhe prapë po vazhdoj të them, të flasim pa filtra, pa nënkuptime, të qartë, që kjo do shmanga keq kuptimet e mund të tjeshme. Nëse jeni single, mos e idealizo dikë, shiko realitetin dhe veprimet e tij apo saj. Do thot, jo fjalët, por veprimet. Mesazhi që mund të merrni nga ky lexim të dashur: qartësia vjen kur lë menjan të qetësohesh dhe përqendrohesh hapave të tu, jo skenareve që krijon në kokën tate. Me një fjalë, kjo javë të çon nga konfuzioni drejt një kontrolli, apo nga konfuzioni dhe kontrolli tepërt drejt tek qartësia dhe veprimi i matur të dashur ujor.